Kosova ka hyrë në javën e fundit kushtetuese për zgjedhjen e presidentit, ndërsa dështimi për të arritur një marrëveshje rrezikon të çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Në ditët e fundit, kryeministri dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka ofruar dy partive më të mëdha opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, poste në qeveri dhe pozitën e kryetarit të kuvendit, duke e këmbgulur që posti i presidentit të mbetet në duart e vetëvendosjes. Megjithatë, ofertat janë refuzuar nga opozita. Një ditë më parë, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku bëri të ditur se nuk është arritur marrëveshje pas negociatave me Kurtin, duke theksuar se partia e tij nuk do të mbështesë një kandidat për president nga radhët e vetëvendosjes. Presidenti nuk mund të jetë zgjatimi i qeverisë, deklaroi Abdigjiku, duke shtuar se LDK-ja i konsideron të përmbyllura diskutimet për këtë çështje. Ndërkohë, edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza konfirmoi se ka marrë një ofertë nga Kurti përmes një mesazhi ku i është propozuar posti i kryetarit të kuvendit në këmbim të mbështetjes për votimin e presidentit. Hamza e cilësoi ofertën si jo serioze dhe në kundërshtim me kushtetutën, duke theksuar se posti i kryeparlamentarit i takon grupit më të madh parlamentar. Me qëndrime të forta të opozitës dhe mungesën e konsensusit politik, procesi për zgjedhjen e presidentit mbetet në ngërç, ndërsa vendi afrohet afatit të fundit kushtetues që mund të çojë në zgjedhje të reja. Për dështimin e bisedimeve mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s për çështjen e presidentit, politologu Dritor Arifi për Radion Europa e Lirë ja vë fajin partisë në pushtet. Sipas tij, problemet duhet të dhënë zgjidhje dhe drejtim. Analisti politik përmes një deklarimi ka vlerësuar se situata politike në Kosovë po vazhdon të mbetet në krizë për shkak të mungesës së një marrëveshje mes partive kryesore. Sipas tij, partia në pushtet vetëvendosje nuk po kërkon zgjidhje të qëndrueshme, por po ndjek një qasje që synon viktimizimin politik dhe krijimin e përshtypjes se po pengohen nga të tjerët. Nëse deri në fund të kësaj jave nuk zgjidhet presidenti, atëherë brenda 45 ditëve, edhe sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje të përgjithshme parlamentare.